Gjykata e lartë ka konfirmuar për herë të dytë masën e arrestit me burg ndaj Erion Veliajt. Vendimi u mor këtë të njëjtë dhe vjen 3 javë pasi SPAK deklaroi mbylljen e hetimeve për ish-kryetarin e Bashkisë së Tiranës, ndaj të cilit rëndojnë 13 akuza, 9 prej të cilave për korrupsion. Veliaj kërkoi një masë më të lehtë duke kundërshtuar pretendimet e SPAK, por që nuk u morën parasysh për gjykatës së lartë. Një vendim i tillë u mor edhe më 18 qershor të këtij viti. Po ashtu masa konfirmohet vetëm një ditë pasi Presidenti i Republikës miratoi dekretin për zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë, edhe pse kryebashkiaku paraqiti ankesë në gjykatën kushtetuese. Tashmë dosja ndaj tij, bashkëshortes, 6 biznesmenëve dhe ish deputetes Klotilda Bushka është paraqitur në GKKO, ku është kërkuar nisja e procesit gjyqësor. Seanca paraprake është vendosur tashmë më 10 tetor, ku trupa do të vendosë se si do të veprohet me procesin. Veliaj u arrestua më 10 shkurt në zyrën e Bashkisë së Tiranës, pas hetimeve që nisën nga dosja e denoncuar prej Nesti Jangonit, një personazh anonim. Gjatë hetimeve u zbuluan fonde që kalonin nga Bashkia e Tiranës tek OJF-t, që ishin në kontrollin e bashkëshortes së Veliajt, Ajola Xoxa, por edhe akuza e korrupsionit për 9 raste, ku në hetim janë edhe kompanitë dhe biznesmenët që i kanë në pronësi.